Kurti, kur janë në turm, trimnohen shumë. Okej. Mu i vesh mi o thonë që këtë trimnim i turmave kundër njëri tjetrit ka me ju kthy shumë keq, edhe Adnan Rostemit, edhe Albin Kurtit, edhe secilit prej tyne. Po i përmeni do emna. Shumë keq. Se këta shkojnë i nxisin njerëzit, edhe ju tregojnë qysh me fol unë me ty sonte, do të me më pushkatu, ose do të mi pushkatu një njëri që i ka varros vllazit e vet me dur dhe veta për lirit Kosovës, pa i pas bërë që kërkuj heq. Edhe këtu, ky farë, kushdo që është ky SSP-a, majnë manë emnin, ky që bëhet trim aty, nuk o trim. Nuk o trim. Kjo frikacak, cilin e trimnon turma, edhe cilin e trimnon Albin Kurti, cili është frikacak vetë. është frikacaku më i madh në historinë e Kosovës. Frikacaku më i madh në historinë e Kosovës është Albin Kurti, një që ofshe mas turmave, e kur nuk ka ditë vetë një pikë trimnimi qit, i cili o dorëzu para policëve serb, e i ka gjujt me gur policë shqiptar, se e ka ditë që nuk e vrojnë. Ju ka gjujt sprej kolegëve të vetë deputet, e policëve të Kosovës, e nuk ju ka dalë për para policëve të Serbisë, ofshe. Ajo frikacaku më i madhi, e këta që e njekin, e që flasin kësi fjalë, janë frikacak njëjtë si ai. Edhe njëherë po du mi thonë juve dhe qytetarëve të Kosovës, kemi me dalë për kësaj situate. Kosova ka me dalë për kësaj situate. Ka me dalë. Nuk e lojmë Kosovën vetëm. Kemi bo shumë muni, mi leju një njëri mi gjbo shtetin tonë. Ama shumë kuj ka me ardhë mare, shumë kuj ka me ardhë mare, qysh kanë kalu periudat kalume, në cilat jënë mbyllë në përshpija s'kanë folë. Njëjtë ka me ardhë puna. Nëse në alimin, do të mbyllë me një pyetje pak më generale, sa i përket geopolitikës, sepse në fakt